Me që ti pas kësaj studim, a janë vitet 80 vitet më të varfra të popullit shqiptar që nga themelimi i shtetit? Absolutisht janë vite të ngjashme me krizën e viteve 30, pra zi buke, pra çfarëdo është të krahasueshme. Sepse Shqipëria konsumin e ka pasur, po themi, të ulët për shkak të nuk është se ne kemi qenë konsumatorë. Foto tjetër? Ja, kjo. Populli ynë për herë të parë në historinë e tij siguroi bukën në vend. Fitore shkëlqyre e vizë marksiste-leniniste të Partisë Punës së Shqipërisë në vitin 1980, prodhimi i drithrave të bukës do të rritet rreth 60% në krahasim me atë të vitit 75. Domethënë, bukë thot propaganda e buka ishte elementi kryesor. A do ham bukë? Po ky diskut. Dhe sot mund të hash çfarë do, mund të mos hash bukë fare, por buka është elementi bazë. Ismail Qemali ka një letër për Luigi Gurakuqin. Dhe e fton në hotel, do të ftoj të ham bukë. Sepse akoma sot përdoret pa bukë, në fakt pa drek ose ndres ose darkë, nuk e themi është element jemi. Po kjo ishte një kështu. Por në fakt nuk do dilte ky parashikim, vitit 80 prodhimi do të rritet me 60% sepse do nisin ato thatësirat e mëdha dhe nuk problemi i bukës ishte problem që u diskutoi jashtëzakonisht shumë. Edhe autokombajnat e bile ka historia kështu në Skraparo morën ca autokombajna dhe i dhan portierin e ekipit, ja dhan Beratit. I morën nga Berati, i dhan portierin Beratit dhe morën një 5-6 autokombajna që bën shirje dhe është histori fantastike. Foto tjetër. Kreativ në gjetjen e problematikës. Tani, tregtia. Shtetet në botë që Shqipëria bënte tregti. Është fantastike fare, domethënë. Me Brazilin. Në fakt te kemi pasur Vietnam, marrëdhënie po. Kinë, domethënë Brazil, Moskë. Kemi pasur shumë, ja është Bagdadi, është edhe Praga, Beogradi. Po Kub këtu? Shqipëria bët pjesë e KNER-it, që është Këshilli Ekonomik i Ndihmës Reciproke, që bëj tregtia barter, pra ne dërgonim, po themi, mineral dhe merrim diçka që na duhej, pra me mall. Por kur Shqipëria doli nga Aleanca, nga Traktati i Varshavës, i mbajti marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik, nuk ishte shumë mira, mbajti disa marrëdhënie dhe detyrohej të diversifikojë. Dhe pastaj u ofroi kemi pasur marrëdhënie dhe shoqëri të përbashkët me Kinën, Shqipëri, Agjencia e Përbashkët e Lundrimit Shqipëri-Kinë, e cila përdori për pasur tregti. Shqipëria ka qenë detyruar, sidomos në vitet 80, të diversifikojë partnerët e saj tregtarë. Po? Sepse nuk kishte bashkëpunimin e mëparshëm që duhej me vendet e tjera. Dhe shkon dhe tek këto vendet që janë bashkëpunime kryesisht karakterit politik. Po Irak më në Bagdad, edhe në Irak. Patjetër, kemi pasur diskutime edhe në Indi. Në Indi, sa u fiksuam një delegacion shqiptar, pas prishjes me Kinën, viziton Indin dhe kanë raportet, do t'i lexosh të kablogramet, shqetësohen se mos pjesa e perëndimore, te kablogramet baset. Mos Shqipëria lidhet me Indin? Se Shqipëria lidhet me Indin dhe mund të jetë partneri i radhës pas Kinës, mund të jetë India. Pra është raportim. Dhe fakt Shqipëria kishte nisur projektin e mbylljes brendshme dhe mbajtjen e burimit të brendshme. Kjo është harta që pse Shqipëria kishte marrëdhënie edhe me Afrikën, jashtëzakonisht shumë, sepse konsideroi ajo parti e vetmja parti konsiderohet veten në botë që ishte në bazë të marksizëm-leninizmit, po themi mbaj ishte e paprekur nga ato ndryshime. Edhe në Brazil, Rio de Janeiro? Po, diversifikim. Mos harrojmë që niveli pastaj shkëmbimeve është tjetër gjë, mund të jetë edhe një lloj simbolika politike, por foto tjetër pa impakt ekonomik. Sepse në fakt është Italia që është partner i rëndësishëm për nga perëndimi. Tani ajo rroft për PSH dhe do të thënë ishte sa lopësh, ë? Edhe rroft për PSH, po këto çfarë lopësh ishin hollandeze? Hollandeze kjo kujtoj. Po kemi pasur që nga koha raca Valdostana që në kohën e Zogut, që ne importonim raca shumë mira. Vërtet? Po. Që nga delet edhe lopët ka pasur një lloj zooteknika e Shqipërisë ka qenë realisht shumë profesionale dhe kur degradoi pastaj? Degradoi tek tufzimi pastaj edhe te elementet e tjera që pastaj sumor. Po rroft PPSH, kjo është fantastike fare. Rroft PPSH në çatinë e stallës. Kë duhet të jetë këtej nga Xhavzota, këtej nga këto? Po, nga fermat. Nga fermat. Po, foto tjetër? Tani kemi një ngjarje që ndodhi në prill të vitit 1986, shpërthimi i centralit bërthamor të Çernobilit në Ukrainë, që pati goxha pasojë atje me në mos gaboj atje vdiqën 100 në vendngjarje pra në central dhe 4000 të tjerë me pasojë vdiqën nga pasojat e saj dhe do të jetë sëmur. Dhe pasojat erdhën deri në Shqipëri. Ju jeni marrë goxha me këtë. Çfarë ndodhi njëherë? Mund ta tregoni dhe çfarë ndodhi në Shqipëri më saktë? Ky konsiderohet aksidenti më i madh. Në 26 prill 86. Se i bie 40 vjet, pak a shumë 40 vjet.
Unë kam qenë shumë i vogël, 4 muajsh në atë kohë, por unë kam lexuar, pra, asgjë tjetër s'kam bërë. Konsiderohet aksidenti më i madh teknologjik i asaj kohe. Në atë kohë lajmi nuk bëhet publik. Dhe ishte në kulmin kur Në Shqipëri? As në botë. As në botë, ëh? Edhe është Norvegjia dhe Suedia që kishin ato radarët që kapin një rritje të radioaktivitetit dhe japin sinjalin parë për Agjencinë Atomike në Vjenë. Dhe Agjencia Vjenës pastaj njofton të gjithë vendet, përfshirë dhe Shqipërinë që ndodh kjo gjë që të merren ato masat që duhet merren. Dhe konsiderojnë atë kohë ky aksident dështimi i Bashkimit Sovjetik. Pra nëse kishte suksesi teknologjik ajo gara globale për teknologjinë, ndodh që aty po bëj një eksperiment. Pra po themi nëse motori mund të prodhonte energji për pak sekonda i fikur dhe doli jashtë kontrolli dhe prodhoi atë shpërthimin e madh. Dhe në atë kohë paralelisht ishte Gorbaçovi që kishte dy Jo, më fal edhe një herë këtë momentin, domethënë pse shpërtheu? Po bëj një eksperiment nëse motori mund të prodhonte energji dhe pasi të ndalonte. Po dhe çfarë ndodhi? U bë eksperimenti dhe dështoi dhe krijoi atë shpërthimin. Do të nga kjo shpërtheu. Kontrolli, po. Po dhe problem teknologjik. Dhe në fillim vdiq me njëherë 100 pasojat e para që janë punëtor. Pastaj kemi personat nga fuqia e fortë që nga rrezatimi dhe nga fuqia e shpërthimit. Dhe kjo është elementi i parë, po themi. Dhe konsiderohet që një nga arsyet që një nga ngjarjet që i dha grushtin e fundit Bashkimit Sovjetik. Sepse kjo është katrojë, sepse në atë kohë kishte Gorbaçovin që kishte glasnostin dhe perestrojkën, që ishte ristrukturimi i kompanive, por dhe rritja e transparencës. Dhe në atë kohë vetëm fakti që mbajti i fshehur dhe këtë gjë këtu, po themi, u krijua pra i dha arsye për më shumë për të qenë më transparente. Dhe imagjinoj atë suksesin e madh garin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për teknologjinë deri me Yuri Gagarinin dhe me gjithë elementet e tjerë, të ndodh një aksident që është me pasoja globale dhe ti e bën fshehur. Dhe konsidero kjo ngjarje, në fakt kanë çdo studiues ndërkombëtar po flas, konsiderohet që i dha grushtin e fundit Bashkimit Sovjetik dhe Shtetit. Kjo ngjarje, si ngjarje pati impakt jashtëzakonshëm. Në Shqipëri sigurisht u mori sinjali, erdhi me vonesë. Dhe erdhi me vonesë nga rrymat ajrore. Sepse ajo ndodhi 26 prill këtu në 2-3 maj. Po që fillon, po pastaj në datën 5 është pak më shumë kur fillon kulmi, kur është reja mbi gjithë Shqipërinë. Mbi gjithë Shqipërinë. Ku më shumë? Pjesa lindore e Shqipërisë, po themi, është pjesa e maleve, është ajo ku reja është më afër dhe lindore sepse vinte andej. Po pjesa, po themi Korça, po themi Librazhdi, deri në Alpet e Shqipërisë. Deri në Alpet, edhe Kruja, se në Kruj kanë edhe Tirana, edhe Tirana, pjesa e malësisë së Tiranës dhe deri në Alpet. Pjesa e maleve, po themi. Pjesa e maleve, jo urtësia perëndimore ishte pak më ndryshe. Po. Dhe çfarë ndodh është që Shqipëria kishte ngritur një sistem monitorimit, pak nga dokumentet që kanë shkruar, sepse në vitet 70 Kina bëri eksperimente në Kinë u bën eksperimente për testimin e armëve bërthamore. Dhe prodhoi një rrezatim global të shtuar në botë. Dhe Shqipëria sigurisht në kuadrin e bashkëpunimeve krijon atë që quhet rrjetin e matjeve. Rrjeti nuk ishte vetëm nga Instituti i Fizikës Bërthamore, ishte dhe ushtria që gjithashtu nga raportet që u kam gjetur, monitoronte ujin e pikave kufitare. Pra të liqeneve, se moselmonët e tjera dhe të lumeve që i pikat përbashkëta. Dhe sigurisht bëshin matje. Në rastin aktual, pra një farë mënyrë nis me njëherë ky mekanizëm dhe aktivizohet. Po domethënë u mësua vetëm nga mati që bën ushtria. U mësua nga Vjena që erdhi. Nga Vjena. Agjencia Atomike Bërthamore dhe Atomike e Vjenës. Po. Dhe ndodh që në rastin e Shqipërisë nis aktivizimi i protokollit të sigurisë. Një vit më përpara, Shqipëria kishte miratuar një protokoll si duhet të ndodhte në raste të sulmeve bërthamore, sepse Shqipëria, mos harrojmë, është në një tjetër kontekst. Frika e luftës është shumë e madhe, ka diskutime mes shteteve për përdorimin dhe pra ishte një diskutim si sot, pra do përdoren armë bërthamore apo jo, dhe normalisht çdo shtet merr masat e tij. Dhe në rastin aktual ndërmerren matje të gjitha natyrave. Çfarë kuptohet është që në fund thotë të informohet popullatën në Jo, më fal para se të shkojmë në fund, se thotë atje rriti nivelin 10 fishi niveli më lart, niveli bazë llogaritet me tabelat veçantë sipas sistemit matës për që përdor secili vend duke ndërthurë rrezatim alfa, beta dhe gamma. Deri në atë kohë asnjë nga vendet në botë nuk kishte një njësi matëse të përcaktuar se sa do të ishte